nuk mund të pezullojnë do të presidentin e Shtetit e Bashkuara nga detyra, sepse ai është zgjedhur drejt për drejt nga populli, e kupton. Meqense jemi në republikë parlamentare, është parlamenti institucioni kryesor, ikën një kryeministër, vjen tjetri, aty janë numrat. Një votim është ajo. E kuptoj. Tani, gjëja që është e rëndësishme, e para që diskutimi i gjykatës kushtetuese në këtë proces që ka në shqyrtim, gjëja e parë që duhet të shoh, mbasi kaloi filtrin e parë, dhe këtu kujtojmë që në vendimin e Pakicës, sa i përket votës për pezullimin, Pakica madje ka pasur 2 gjyqtarë që thoshin që edhe që në atë moment nuk duhet legjitimohej fare kërkesa dhe jo më të merrej pezullimi. Megjithatë, diskutimi i parë që do ketë gjykata kushtetuese është lidhur me faktin a legjitimohet kryeministri të ngrej këtë lloj kërkimi që lidhet me një mas sigurimi personal të një prej ministrave të kabinetit, qoftë edhe zëvendës kryeministra. Pra, a mundet ta kërkojë kryeministri këtë çështje? Dhe në fakt, gjykata kushtetuese ka mbajtur në qëndrim, sepse ka qenë rasti më parshëm sa i përket legjitimimit në rastin e zotit Berisha, ku qëndrimi i gjykatës kushtetuese ka qenë që sa i përket masave të sigurimit personal, kjo mund të shqyrtohet dhe legjitimohet të ngrej pretendime lidhur me një mas të gjykatës, vetëm subjekti. Nuk mundet dot në atë rast ishte 1/5 deputetëve, në rastin konkret është kryeministri. Pra gjëja e parë që duhet shqyrtojë gjykata kushtetuese është kjo, ka legjitimim apo jo. Pastaj, a mund të caktojë gjykata çdo gjykata, po në rastin e deputetëve dhe ministrave është për shkak subjekti gjykata posaçme, si mas sigurimi, masën e pezullimit nga detyra, ky do jetë një diskutim që në fakt gjykatës kushtetuese do duhet që ta diskutojë në momentin që nuk merret parasysh të gjitha akuzat që i atribuohen këtij personi për cilin duhet mblidhet gjykata kushtetuese. E kuptoj që merret me kushtetueshmërinë e një, po tani përveç akuzave të cilat janë bërë publike, për ditë po dalin akuzat të reja për zonjën Balluku, për vepra infrastrukturore me të cilat duket se ajo ka abuzuar me detyrën. Të gjithë publiku me të drejtë ka interes për një çështje që lidhet me funksionarët publik. Kurse si, nuk është objekt dhe i takon, le të themi, juristëve dhe madje konstitucionalistëve apo në këtë rast dhe procedurës penale sa i përket aspekteve që lidhen me pjesën ligjore, që të diskutojmë për vendimarrje të tilla që janë shumë teknike. Publikut çfarë intereson? Publikut i intereson përgjegjësia publike, që ka një funksionar publik, dhe eventualisht dhe ajo ligjore në raport me një vendimarrje që duhet të jetë të gjykatës, po jo në këtë kontekst. Dhe tani interesi ka shumë i madh dhe në qoftë se ne shohim një analizë të publikut me të drejtë edhe të mediave është që shikon, ne kemi gjithë këto diskutime, janë gjithë këto akuza, atëherë duhet merret kjo masa. Nuk shqyrtohet kështu nga gjykata. Duhet merret një vendim. Po pra, një vendim, po vendimi nuk ka lidhje me pjesën tjetër. Prandaj po them, vendimi që do shqyrtojë gjykata kushtetuese pjesën tjetër në fakt. Po nuk e mban peng se nuk kanë lidhje fare me njëra tjetrën. Po tani nuk mblidhet Këshilli i Mandateve se pret gjykatën kushtetuese. Ta them se gjykata kushtetuese thotë po mund të pezullohet. Pas kësaj do mblidhet Këshilli i Mandateve. Thotë jo, nuk pezullohet. Ç'ë diferencë ka? Po, do me thënë, duhet kjo vendimarrja që të po prandaj pra masa e kërkuar është një masë më e rëndë se sa masa ndaluese. Dhe madje masa ndaluese pezullim nga detyra në kuadrin e se si ndan procedura penale masat, është më e lehtë edhe se ndalimi për dalja shtetit. Se ndalimi për dalja shtetit është me sigurimi personal. Ndërsa masa ndaluese është pezullim nga detyra, ka një afat 3 mujor, mund të përsëritet maksimumi dhe 3 muaj të tjerë dhe humbet fuqinë. Pra është shumë e përkohshme si mas, nuk është diçka që në kod parashikohet si gjë kaq shumë e jashtëzakonshme. Kështu që interesi, po në praktik pastaj presupozohet jetë e jashtëzakonshme, sepse është një person i cili shkon në zyrë dhe mund të abuzojë prapë me detyrën. Po pra, prandaj është kërkuar një mas tjetër dhe duhet ketë përgjigje për masën tjetër. Po pritet, prandaj po them që mbetet peng. Dhe sa i përket Venecias. Komisioni Venecias ka një opinion lidhur me përgjegjësinë politike dhe ligjore të ministrave. Është opinioni 2013-s, nuk ka qenë për Shqipërinë, kuptohet, por ka qenë për vendet e Evropës dhe ata e kanë përcaktuar që po, ministrat mund të jenë subjekt i masave të pezullimit nga detyra, por kjo mund të jetë vetëm për vepra që lidhen me abuzimin me detyrën, për vepra të rënda që kanë lidhje me detyrën, dhe do duhet që gjykatat që caktojnë këto masa, përveç garancive që të jenë të pavarura, mos janë sepse ka vende ku përbërja gjykatave vijnë edhe nga politika, duhet që të ketë kujdesin që të mos ngarkojë apo mos ketë shkaqe politike për vendosjen e pezullimit nga detyrat të një ministri. Po nuk është se ndalon, është shprehur dhe nuk ka çfarë ta pyesësh më.
Almer, edhe një